Ndërparsja agrisur të cilën po e vendos për këpucëtarin Erdin Uzun Mehmet tregon më shumë se sa vetëm fillimi një dite në punë. Ajo shërben si dëshmi që i mbijetoi kohës, por edhe si diçka e vlefshme e trashëguar nga babai i tij. Qepja, ngjyrosja e këpucëve si dhe rregullimi i takës janë procedura të përditshme për 33 vjeçarin. Ai thot se zanatin e filloi në moshën 9 vjeçare në punëtorinë e familjes të quajtur Agimi. Çdo këpucë që del nga duart e tij është më shumë se një produkt, është një histori, një trashëgimi dhe një pjesë e shpirtit të qytetit të Gjilanit. Pustaria Agimi 1908. Fëmilu, babëshime ka panu këtë punë. Aliriza Uzun Mehmet, migjallarët e me ka punu këtë punë, Skenderi, Naimi, Musati, tani baba jem o konë ma i vogli që ka punu këtë zanat, Sugari o konë ma i vogli, tani unë e trashikoj gjali Agimit Uzun Mehmet. Unë e pi 9-10 vjeti këtë zanat ja kom nis me trashiku, po ma herët ka pas ma mirë kom puna, se që tasht, se tash është krize madhe edhe s'po thom që s'ka kume ditë sa punë, po ama nuk ka që kom puna ma herët. Ma herët e kom kualitete ma ndryshe, që tash Kina, fabrikat e kanë bloku këtë zetari, po do të me punu gjithë ditën, me punu me voni një dare, po nuk ka që e puna që shokon ma herët. Dikur dyert të kësaj punëtorie hapeshin edhe nga pjesëtarët e tjerë të familjes, duke sakrifikuar për të ndërtuar një jetë të mirë në kushte jo gjithmonë të lehta. Skender Uzun Mehmet është njëri prej tyre. Ai rrëfen për vitet e punës dhe rrugtimin e këpucëtarisë nga e kaluara deri sot. Që 50 vite e kumbu. Këtë punë mas pare janë ngre kallëp, janë desh mundesh mirë kallëp, mi kep, te kranë mi bo këta stresa tani përbara janë konë me kuja, me qivia. Stiklën u desh, ketë me dorë, ketë dur gjaku vajshin. Teri vajshin një parë puc, një dit një parë puc u deshke. A që ta është përbun 4 parë, 5 parë. Po duhet me punu, 3 s'ketë zanat, se pa punu s'ka. Buka o që tu. Rritje e numrit është një prej shërbimeve që e kërkojnë konsumatorët në këtë këpucëtari, shton Uzun Mehmet. Shërbimin mas pare e bëmi rritjen e patikave, këpucave, shërbimin onash, për shembull, që ato që përprishën, edhe këtë shërbimin e krymi, gjirosja patikave, këpucave, kena shtresa ortopedike, kena rrypa, gjithloj shërbimin e krymina. Sot, zanati i vjetër takohet me teknologjinë moderne. Përveç punës me dorë, tashmë përdoren edhe makina për zgjatjen, gryrjen dhe qepjen e këpucëve. Vegla këto që kursejnë kohën. Kjo kështë ma e vjetër o kohën, o desh me kry këtë punë 24 orë, po kjo ma e vjetër është që tash e kina marrë makinën ma 3 që kanë dalë institucional, edhe që tash e bomi për 2 orë. Për 1 orë e krymi ke shërbim me avëll me rrym, edhe vendosmi makinë këto, rritjen edhe zgjatjen e bomi këpucës, patikës, për meshkuj, për femna këtë e bomi këton, edhe për fëmijë janë ma të vogël, edhe rritjen e abojmë, edhe vendosmi 50 gradë të 60 gradë, edhe kjo proces të 1 orë kryet. Me qenë ma herët, o konë kjo 24 orë, po ka funksionu, ama që tash klient po dojnë ma shpejt, edhe përse tonë e kina marrë makinën që ma shpejt më kry procedura. Edhe është me sukses. Mes mjeteve të punës e materialeve, aty prodhon këpucë prej viteve të 60-ta, që ende janë të kërkuara nga qytetarët. Dhe me thonë edhe që të këpucat janë vite 60-tave që na e prolome këtë. E din Gjilanast e din këto, po këtë Kosova e din. Kam kliente pi vushtrijës më shumë që i morën këto këpucat. Na i prolojmë këto këpucat bashkë
me migjen temi prodhome këto këpucat. To janë këpucat 60, vite 60-ave dhe janë shumë kualitet, likur edhe gjanjen. Këto 1955 qyshja jem, kur u martutën djeri babshem Ali Riza Uzu Mehmet Postari, to e ka qëndis gjyshja jem, po gjonin e ka vendos babshem. Se babshem u konë postari ma i vjetër në Gilan, edhe i këta i kom kujtimet që më vjetër i kom. Këtu muna mi ndreq edhe vetë, po më ka met në farë kujtime që shto po du me lona. Cilësohet si zeje në zhdukje, por jo për familjen Uzun Mehmet, e cila ka adoptuar punën me teknologjinë e zhvillimit e fundit.